Po shkurja në zgjedhje në periudha kaq shpeshta, në periudha mujore, se si më të folë më vjetore, është padyshim që nuk është lajm i mirë për bizneset. Bizneset kërkojnë dhe dojnë parashikueshmëri, dojnë siguri juridike, dojnë siguri politike. Më pas është çështja edhe investimeve, qoftë investimeve të brendshme, qoftë investimeve të jashtme, të brendshme si ato publike, po edhe këto private na mbesin pezëll, po edhe jashtë nuk është sinjali mirë për investitorët e huaj, për shkak se çdo investitor që vije me investu në Kosovë, ai don po ashtu një siguri politike, një siguri juridike, don me pa një qeveri në mandat plot, me pa se çfarë vizione e qeveri ka për zhvillimin e vendit. Na ju gëzum lajme që u ratifiku marrëveshja për planin e rritjes, spaku ka edhe lajm i mirë, disbursimi 63 milionshit si parafinancim, po mos të habitem kur do t'i humbëm disa mjete nga plani i rritjes, për shkak se kam frikën nuk do të mund ta përcjellëm dinamikën e reformave siç jemi zotu dhe siç e kemi paraqit në formë të shkruar në Bruksel, i cili plan është aprovu nga ana e zyrtarëve të Brukselit. Duhet me pas parasysh se plani i rritjes për asnjë vend të Ballkanit, dhe kjo ka qenë e thënë dhe është e shkruar, që nuk do t'i prit për kohë të gjatë derisa vendet i bëjnë reformat. Ato janë të përcaktuara në afate kohore, dhe nëse një shtet nuk ecë në reforma brenda atyre afateve kohore, ato mjete nuk do të rrinë pezëll me prit vendin derisa t'i bëj reformat pas një kohe të caktuar. Mirë po, ato mjete as nuk do t'i kthehen Brukselit, po ato mjete do t'i shpërndahen vendeve të cilët kanë bërë progres të madh në të bërit reforma. Dhe Kosova nuk guxon me mbet mbrapa vendeve të rajonit. Ajo kish me qenë lajmi ma i keq i mundshëm prej vitit 2000 për Kosovën. Në rritjen ekonomike tani e kemi 3.6, në rritjet ekonomike që kemi pas vitin 2016-2017. Ne nuk guxojmë, duhet me urgjencë, qofse data e zgjedhjeve është e caktuar me 7 qershor. Ne në kushtet, nëse ja dojmë të mirën Kosovës, në fundi qershorit i desh me pas institucionet komplet në funksion ose fuqi plot për të vepruar dhe për të marrë vendime dhe për të filluar me ligje, me reforma thella. Nuk e ke Kosova dhe qytetarët e Republikës Kosovës, për them me plot përgjegjësi, nuk e kanë komoditetin me prit me muj e me vite derisa partitë politike që përfaqësohen në Kuvendin e Republikës Kosovës të merren vesh. Dhe rritja e çmimit të naftës, si në Kosovë, si në vendet e Bashkimit Evropian, padyshim që e ka pas impaktin e vet në ngritjen e inflacionit. Dhe shtetet e Bashkimit Evropian, po duke përfshirë gjitha shtetet përreth Kosovës kanë ndërmarrë veprime për me ul çmimin e derivateve të naftës, duke lëviz në politika fiskale, duke ul ose tatimin e akcizës ose tatimin e vlerës së shtuar, varësisht se çfarë interesi si e ka pa më së miri çdo vend në politikat e veta fiskale. Dhe ne me kohë kemi kërkuar nga qeveria e Republikës Kosovës që të ndërmerr veprime, ose ta ul tatimin e akcizës, ose ta ul tatimin e vlerës së shtuar, ose ta largoj përkohësisht tatimin e vlerës së shtuar, për shkak se tatimi i vlerës së shtuar është tatimi i konsumatorit, nuk është tatimi i kompanisë. Dhe çdo lëvizje të tatimi i vlerës së shtuar ai ka mu reflektu te konsumatori. Dhe halli jon si odë ekonomike ishte për gjitha bizneset, po më i theksuar te sektori i bujqësisë. Jemi duke pa që bujqet janë shumë duke anku, ose edhe nuk janë duke punu tokën për shkak se nuk kostoja shumë e lartë për me prodhu tokën.